Habit mjeku. Përdorimi i telefonit në tualet mund të shkaktojë këto sëmundje. Një ullumtim i ri publikuar në revistën mjekësore Plus One ka treguar se përdorimi i telefonit në tualet lidhet drejt për së drejtë me rrezik më të lartë për zhvillimin e hemoroideve. Studimi që përfshiu 125 të rritur të cilët ju nënshtruar edhe kolonoskopi zbuluan se ata që përdorin telefonin në banjo kanë 46% më shumë gjasa të preken nga hemoroidet, krahasuar me personat që nuk e kanë në këtë zakon. Sipas të dhënave, 66% e pjesëmarrësve pranuan se shfrytëzonin kohën në tualet për të lexuar lajme ose për të shfletuar rrjete sociale, duke qëndruar shpesh më shumë se 5 minuta ulur. Mjekët paralajmërojnë se kjo sjell shtimin e presionit në venat rektale dhe pengon qarkullimin e gjakut duke shkaktuar fryrje, dhimbje, kruajtje dhe gjakderdhje. Gjithashtu, kontaminimi mikrobeve në telefonin tuaj mund të krijojë gjithashtu edhe probleme me imunitetin.